Ministria e Bujqësisë zgjohet këtë të martë nga blegtorët e qumshtit ardhur nga çdo cep i Shqipërisë për të shprehur pakënaqësinë e tyre për një sër problematikash që i shqetësojnë prej kohësh. I bëjmë thirrje ministrit, e përshëndes sepse me ato fjalë, me ato deklaratat na ka duk shumë i sinqert dhe shumë i mirë, por duam konkretisht që na japi naftë, duam konkretisht që ndërhyjë na uli pleja kimike, sepse ne se përmballojmë dot. Vjet ishin më lirë, si mjet janë të rrëfishuar nafta, është të rrëfishuar pleokimik, është të rrëfishuar fara, janë të rrëfishuar gjitha. Dhe nëse unë po gënjej, hajde çkëm tek blerjet, çkëm tek shitjet, shafim se sa janë ato. Shoqata Blegtorët Prodhues të Qumshtit proteston për skemën kombëtare 2026 për subvencionimin, pasi sipas tyre nuk i ngjan kurrësi asaj që është diskutuar në krye të herës me institucionet shqiptare. Ne si shoqata e blegtorëve kishim pasur një takim gati 2 javë para se të shpallë skema dhe ministri për të na qetësuar se ja kishim bërë ditur që ne do ngrihen protestë, për të na qetësuar tha që unë do marr parasysh kërkesat tona. Jo kërkesat tona që të morën parasysh, po u përgjysmuan nga ato që ishin vjet. Do të një kohë krize kaq të madhe me luftën gjithë botën. Ne sot kemi naftë gati 2300 lekë, kemi plerat kimik gati 40% siç dihet në rritje. Përpunuesit në data 1 maj ka lajmëruar rritje të çmimit të qumshit të shesin, kurse përpunuesit e ne lajmërojmë të ulin çmimin e qumshit. Në fakt, kjo nuk është hera e parë dhe me sa duket as e fundit. Mungesa e subvencioneve dhe çmimi i produkteve bujqësore po ua bën të pamundur punën dhe vështirësia me të cilën përballen çdo ditë është e jetë e madhe. Se jemi të vendosur që të vazhdojmë protestën në mënyrë ligjore paqësore me mjetën rrugë e me gjitha, sepse nuk ka rrugë tjetër. Bujqësia duhet heci, blegtoria duhet heci, qeveria duhet ta kthejë vëmendjen seriozisht në kjo punë, jo thjesht me llafe me fjalë, kemi prioritet, ndërkohë që bujqësia ka 3 vite që është në ulje prodhimi bujqësor, edhe vazhdojmë, edhe do vazhdoj që të ulet derisa qeveria mos kthehet në mënyrë serioze nga prodhimi bujqësor dhe blegtoral i vendit tonë. Me pankarta në duar që mbartin thirrje si stop importit të qumshtit, formalizoni tregun e bulmetit, bojkotoni firmat serbe e të tjerë, fermerët kërkojnë një takim me dikasterët përgjegjës për zgjidhjen e këtij ngërçi. Kërkojmë përkrahje, kërkojmë mbështetje, të paktën barazojmë me vendet e rajonit sepse konkurrohemi haptas nga fermerët dhe blegtorët serb apo hungarez apo nga gjithë rajoni i Maqedonës, konkurrohemi edhe haptas edhe nga Kosova. Subvencionet tona janë shumë më të ulta se edhe Kosova. Heqja e naftës nga skema e mbështetjes ka rënduar menjëherë në kostot për fermerët, cilët thonë se çdo ditë pune në tokë po bëhet gjithnjë e më e papërballueshme dhe me të drejtë. Kam një fermë 100 kg lop, aktualisht dorëzoj 1 ton qumësh. Dhe është shumë e vështirë me vazhdu përpara me këtë lloj situate, sepse blegtoria e bujqësia është një sektor i varur, jemi të varur komplet nga tregu. Ndërkohë, sipas tyre, tregu vendas po mbushet me produkte të importuara, duke lënë pa shitje prodhimin shqiptar dhe duke bënë në vështirësi serioze fermerët në të gjithë vendin që po përpiqet të qëndrojnë në këmbë në këtë treg as pak të ndershëm. Jena detyruar dhe si mjet. Atëherë mbrapa se na kur prodhojmë me çmime të larta dhe kur shesim me çmime të ulta. Se na konkurrojnë ata shtete që kanë subvencione. Se ne s'kemi subvencione. Protesta e blegtorëve vjen në një moment ku rritja e çmimeve ka arritur kulmin në Shqipëri dhe shpërta e konsumatorëve po të kurret çdo ditë më shumë. Fermerët e ardhur nga gjitha trojet shqiptare protestojnë sot, pasi sipas tyre çmimi i lartë i naftës, mungesa e subvencioneve dhe rritja e çmimeve për kostot bazë për prodhimin në blegtori dhe në ferma e ka bërë shumë të vështirë punën në ferma. Ata shprehen se do të vazhdojnë të qëndrojnë këtu derisa të marrin një zgjidhje. Ata po presin që ministri i financave Petrit Malaj dhe ai i bujqësisë Andi Salla do të presin në zyrë 10 fermerë për diskutuar më afër për kërkesat dhe shqetësimet e tyre. Në këtë takim që do të bëhet në Ministrinë e Bujqësisë do të marrin pjesë fermerë nga Lushnja, Fieri, Korça, Gjirokastra dhe Shkodra.